A kanë hak ndaj fëmijës prindrit që presin fëmija me qenë rob I tyre, e t'i shohin fëmit për interes. Njëherë, një burr shkon tek Omeri Zoti qoftë I kënaqur prej tij dhe ankohet për sjelljen e keqe të djalit të tij. Atëherë nisi flet djali I tij, I cili thot: "O prisi besimtarve, ky thot, nënën time zgjodhi për nën pra timen një robresh. Ndërsa emrin tim thot, kishte zgjedh një emër të keq. E ndërsa për t'i mësuar diçka, nuk I kishte mësuar asnjë shkronjë." Atëherë I kthehet Omeri babait të djalit e I thot: "Ti thot, pra je sjell keq me djalin tënd para se ai të sillet keq me ty. Patjetër që prindrit kanë detyrime ndaj fëmijëve. Ka detyrime qysh në zgjedhjen e nënës së fëmijëve të tij, me zgjedh nënë të mirë për ta, me zgjedh emër të mirë, me I edukuar mirë. Pastaj nëse I edukon mirë, nëse ua mëson besimin në Zotin e gjithësisë, nëse ua mëson moralin, sjelljen e mirë, dije që në të ardhmen ata do ta kthejnë këtë respekt dhe këtë edukat e do të nderojnë e do të respektojnë."